Dhe ja ku jemi të dashur miq në pjesën e parë të emisionit, I paralajmërova temat dhe të ftuarit që do t'i kemi dhe që do t'jemi së bashku për 2 orë nga ky moment deri në orën 18. E thash që në pjesën e parë do të flasim për një temë që ndoshta kur ti ndëgjojmë përgjigjet e psikologës do të na bëjë edhe të reflektojmë edhe neve të gjithëve. Se shpesh ndoshta edhe nuk e dim ndjesinë që përjetojmë nga rutina dhe dinamizmi që kemi prej mëngjesit deri mbrëmje. Aktivitetet e shumta punë, sidomos ata që janë prindër, edhe me aktivitetet e fëmijëve, të përmbushur plotësisht nga aspekti I asaj që nuk ju mungon asgjë, por shumë të shpras nga aspekti emocional. Një ndjesi e çuditshme që nuk e di nëse e shkaktojnë rrjetet sociale, nuk e di nëse e shkaktojnë trendet dhe tendenca për me qenë sa më të përshtatshëm me trendet e reja, apo çfarë, të gjitha këto do t'i mësojmë nga psikologja, por ka shumë njerëz të cilët janë të përmbushur, por janë të palumtur. Një temë ndoshta interesante, por që po besoj që nëse e ndëgjojmë me vëmendje, do ta gjejmë veten secili prej neve. Këtë temë do ta trajtojmë me mikën e emisionit Familja Jon, psikologen Antigona Qena Sediu, e cila tashmë është studio me mua. Mirë se erdhe Antigon. Mirë se gjeta Sara. Shumë kënaqësi me të pa çdo herë në studio. Kënaqësia plotësisht e imja. Ty anis temës ai e lumtur. Ja mora grezës. Për momentin të më lumtur që jam këtu me juve dhe me shikues e Kanal 10, Familja Jon. Po. Edhe me ty Sara, se u bën Faleminderit. shumë vite tashmë. Jemi mike të shtëpisë. Jo, me qëllim e bëna këtë hyrje sepse nuk duhet patjetër me pas një problem për me ndjej ndonjëherë këtë boshllëk. Dhe nga vjen nuk e di, ndoshta shkenca dhe ju psikologët e shpjegoni më mirë. Pse njerëz se kanë këtë tendencë mos me qenë të lumtur edhe kur janë të përmbushur? Është krejt dinamizmi I jetës cilën po jetojmë, po bën që secili prej nesh me pas më shumë qëllime për arritje, krahasimi me tjerët, rrjetet sociale, do të thonë janë ato fotografitë perfeksioniste të postume, udhëtimet e bukura, arritjen karrierë dhe krejt ajo luksi që publikohet aty na bën që të herë edhe ne pavetëdijshëm me u vendos në atë rolin që edhe unë po e bëj atjet. Dhe kjo na shput realisht për kontaktit me veten tonë, me ato që na dojmë, me ato që kush jemi na. Edhe nëse unë shkoj me një pushim për shkak se është bë trend edhe duhet me postu në rrjetet sociale, ka shumë gjasa që nuk po e shijoj atë pushimin, po e kam për rrjetet sociale. Tani jo gjithmonë nuk shijohet, po përjashto rastet kur njerëzit kanë këtë vështirësinë e shijimit të momentit për shkak ndoshta një gjendje tjetër që mundet me qenë një depresion ose një problemi tjetër psikologjik. Po që në përgjithësi na ka kaplu që kjo ideja e të qenurit perfeksionist për rrjetet sociale, për tjerët e jo ndoshta me shiju ato momentet për vete. Po, a ka mundësi që njeriu me një fjalë e saboton lumturinë e vet, hek dorë për lumturisë vet vetëm për me I përmbush ato orare ditore që I përmendëm na? Kjo bëhet në formë të pavetëdijshme, nuk është që personi, individi zgjedh qëllimisht. Po përzihen ato dëshirat, sepse lakmia ndonjëherë ja merr anën asaj çka na vërtet jemi dhe ndoshta ajo çka na e kishim shiju më shumë. Le të themi ndoshta më shumë e kisha shiju një kafe me një mike këtu në Prishtinë se sa me shku edhe me postu një foto e vetëm për Istanbullit. Po ajo lakmia që me postu ato për rrjetet sociale dhe presioni kisha me thonë I rrjeteve sociale, ndonjëherë po na bën që edhe këto gjanat e vogla me vendos veten këtë presion. Kjo nënkupton që definitivisht ajo që është fajtori kryesor është thjesht rrjetet sociale. I kësaj boshllëkut dhe mënyra që na jemi tu I përdor ato. Dhe mënyra. Do të thonë po shoh që njerëzit janë të përhumbur në rrjetet sociale, do të kalojnë 5-6 orë e më shumë, do të thonë minimumi 5-6 orë ditës vet në rrjetet sociale. Janë të I hin hak kohës për aktivitetet ndryshme, janë të I hin hak kohës me njerëzit, janë të I hin hak edhe kohës për gjumin e vet. Shumë e vërtetë. Për shkak se jenë në TikTok ose në Instagram aty dhe jenë shtrat ndërkohë që ke shku me fjet, edhe ti ka marrë 2 orë, 3 orë ajo periudhë. Sidomos të trit, për shkak që është po jo vetëm të trit. Krejt, Antigon, në këtë fjali e gjeta veten edhe unë. Shkoj me flajt edhe tham, sot do të flaj ma herët, edhe veç e shoh që kanë shku 2 orë, scroll video në TikTok, pa nevojshme, domethënë që
ndoshta është edhe një rutinë ose shprehi e dëmshme, po që nuk mundesh me u shkput bashkëlet. Është edhe mandej efekti i informacionit toksik dhe të panevojshëm, sepse për trunin tonë na s'kemi nevojë me marrë informacione që nuk na hyn punë. Dhe jemi të bombarduar me këto informacione, sidomos për shembull kohëve të fundit lufta dhe çka po ndodh atje në një cep të botës, çka po ndodh në një cep të botës tjetër ose një aksident që është komplet i parëndësishëm për jetën tonë, këto na e ngarkojmë veten emocionalisht me këto edhe pastaj krejt këto bëjnë që na të shkputemi prej lumturisë tonë. Mos me përjetu realitetin me një fjalë. Antigona mendon që edhe krahasimi që i bëjmë vetes me të tjerët, si me thonë, edhe me familjar, shpesh me motër, me vlla, me kunata, me të tjerët që krahasojmë jetën e tyne me tonën, edhe sikur dojmë me mri dhënshëm diçka që ju pëlqen atyne, na me bë veç pse se duhet. Në fakt na jemi shoqni që ndikohemi për njëri tjetrit. Jënë edhe ato humoret që bëhen ngaherë që për shkak vllaut ata shtyhen me vllazni për me mri çka ka bëu vllaut e bëj edhe unë. Do thonë jemi shoqni shumë sociale, na endemi shumë me njëri tjetrin, kemi shumë informata për familjarët tonë të ngushtë që është aspekti i mirë, po ndërkohë dim edhe shumë me u përzin jetën e tjerëve dhe kështu me ndiku të qëllimet e jetës së tjetrit. Ka shumë njerëz që zgjedhin një profesion në ndikimin e këtij presionit, çka po thonë rrethi, ose zgjedhin partnerin e jetës në këtë ndikim. Nëse e kishe pyetur me më pyet mua, e kisha marrë krejt tjetër kënd. Po rrethonat, njerëzit mandej po flasin, do na shpesh jetojmë shumë për tjerët. E kjo mandej natyrisht na e mbyt lumturinë, sepse në fund ditës ajo që na kemi dashur dhe ajo kush na jemi në të vërtetë nuk po realizohet. Po realizohet diçka në presionin e thashë thëmeve, çka kanë me thënë tjerë. Antigona, unë po nisna edhe prej vetes te kjo pyetje dhe unë po besoj që shumë prej shikuesve e gjejnë veten edhe te kjo pjesë. Unë personalisht shumë shpesh në shumicën e kohës e gjej veten duke bërë gjëra që i bën të lumtur tjerët. Më pa e menu apo më kënaq mu çaj aktivitet. Qoftë fëmijët, qoftë bashortin, qoftë prindrit, qoftë shoqet, shkoj aty ku dojnë shoqet, shkoj aty ku dojnë... Dhe nuk e kam një ide, për shembull, si me thonë, po du me shku me këshur futbol, ose po du me shku me këshur një film. Nuk e kam një ide, hajde për mu bëjmë diçka. Kryesisht, mundohem edhe përmbushna me lumturinë kur dikush bëhet i lumtur prej veprave të mia. Kjo sa mundet me dëmtu lumturinë e personit tani? Tash Sara ka të bëj pak edhe me personalitetin. Për shembull, ti mundesh me qenë një person që merr të dhon. E vërtetë shumë. Do thonë, për ty është kënaqësi kur ti bën diçka, nëse ty të përmbush se bën diçka pa e sakrifikuar diçka tonë. Do thonë, ose je person që përshtatesh lehtë dhe kjo nuk ta prish ty lumturinë. Jemi një grup shoqësh edhe po bisedojmë ku me shku, për ty është në rregull kudo që zgjedhem. Kjo nuk ta ka prish ty diçka tonën që te ke pas një dëshirë ku me shku, po për shkak të shoqeve e bën atë kompromisin. Që mandej mos muni e lumtur. Fakti që ti nuk e patë një diçka dhe përshtatesh lehtë, kjo është në rregull, nuk ka të bëj me palumturinë tonë, ndoshta pikërisht kjo ty të bën të lumtur. Por nëse ke lënë veten keq, nëse gjithmonë dikush tjetër vendos për ty, gjithmonë ti je ajo që nuk ja u prish, edhe na herë sakrifikon edhe ato që ti dën, këtu duhesh pastaj me reflektu se ka të bëj pastaj me vetë sakrificën, ka të bëj me mungesën e vendosjes së kufive të shëndetshëm, mos me thonë jo, se ndoshta aty po të vjen keq me prish lumturinë e grupit, ose me prish një shoqni, kur ti i thu jo, s'po shkojmë këtu, po shkojmë atje. Ose na po marrim shembull ma thjesht, po ky personalitet mandej shfaqet edhe në raporte tjera, e mundet me qenë i ndërlikuar në situata më të ndërlikuara. Domethënë, duhet personi më kthy te vetja dhe me kuptu çka po dën, edhe kur është mjaft, se kjo mandej të çon në harxhim të energjisë, domethënë lodhesh emocionalisht sepse nuk e ke ngu veten asnjëherë, dëshirat e tua për shembull nuk plotësohen asnjëherë, dhe kjo pastaj krijohet edhe një gjendje ankthi, vetja jote fillon edhe troket në mendjen tonë, thotë prit e ti. Po saktë. Çka po bën ti për veten? Kush po kujdeset për ty, kush po kujdesesh ti për krejt tjerë? Harxhohesh veç të dhënë edhe është e natyrshme me pas atë nevojën edhe me marr. Dhe unë mendoj Antigonë, qofsha gabim, po unë mendoj që kjo është një ma shumë një intuit e nanave, që nanat e bojnë dhe gratë në përgjithësi, që e bojnë me fëmijët, me prindrit e tyne, me vllaznit, me motrat, që mundohen me u përshtat që rëndësishme me qenë bashkë, se s'ka rëndësia dashte ti.
e unë besoj që është një vërtet, ndoshta që neve na karakterizon më shumë. Pa dosh me marrë përgjithësi pa më dhonë. Në kulturën tonë, po. Ajo që sakrifikon, ajo që është gjithmonë aty për me shërby për tjertë. Edhe ndonjëherë, jo vetëm te e gjedhë unë vetën në këtë pjesën ku edhe si bashkëshorte, ndoshta e teproj të qenë prezent njëtën e tjetrit, të mundu me ndihmu ma shumë se sa që ka nevojë, se në funditës as partneri nuk është fëmija, dhe s'ka nevojë qaq shumë nami nejt gati, po vjen atërshëm për shkak ndoshta edhe kulturës të cilën jemi rrit, po është mirë ka njerë me reflektu, me thëmë pret vesh pak, nalo, s'ka nevojë, i blevesh leti. Edhe ajo është i zotit vetit, ose ajo. Mëso, bitë gjitha, që ka ndoshta një mesazh me dhonë, është mirë na mundësu me kërku, me pranu, sepse njerës që japin shumë, problemin e kanë se ata nuk din me marë. Unë jam, unë nuk din me pranu, as në shërbim, as me kërku. E gjej vetën edhe shumë se problemi është na mësomi me qenë shumë pavarun, ja kemi thonë vetës që jemi dzojat, ose na mundim ja dalë, edhe kjo bën që mandej me pas fështirë me kërku ndim. Sa do që ti e zoja, sa do që heroin je, prap ke nevoj për tjetrin edhe për ndimin e tjetrit, edhe është mirë me reflektu që më mësu me kërku. Ankesat më ndoja janë që unë po jap shumë, po kërkon se kam që m'jap mu. Okej, a ke kërku tipi tjetrit në herë, a e ki fështirë kur dikush vjen edhe t'afrohet, edhe e shet që okej, problemi që ka te unë, se unë s'kom pranu ndimën, unë s'kom pranu tjetri me më dhonë që ka do qovë. Për shambull, një rast kisha një person shumë i fort, burr, që ishte për krejt tjertë aty, tha madje jam edhe psikolog, shpesh i krejt njerëzve i rrethit, thash, a e ki ti dikën, një njerit shpirtit që është aty për ty, edhe filloj me qajt, tha jo, se kam kërkon. Pse, a ka provu në herë dikush me t'nimu, se kom gjedh vetën, se kom leju, dhe më thënë, ideja është na nuk i kemi leju, nuk kemi kërku ndim. Shumë e vërtet. Pse jo, sa do të fort jemi me pranu ndime, me hapë zemrën. Shumë e vërtet. Unë e thash në fillim të emisionit që shumica do t'a gjejmë vetën. Edhe unë kur po përfshina në disa përgjigje, jam e sigur që dhe ta që për na ndëgjojnë përfshihen nga se cila prej përgjigjeve. Antigon një tjetër fenomen kur lexoja mbram para se të fillonim edhe emisionin sot, thuaj që vetë kritikat janë dëmtimi më i madh që mund t'ja bëjnë lumturisë tonë. Shpesh ajo që e tha dhe ti shumë mirë, perfeksioni, tendenca për me konë non ma e mirë, motër ma e mirë, vajzë ma e mirë, punëtore ma e mirë, kjo duke vetë kritiku na bën ma të palumtur. Qysh me menagju këto? Se edhe mes me pas vetë kritik nuk bën krejt. Qysh me a gjetë mesin? Vetë kritika dhe perfekcionizmi lidhen shumë kush me njëna tjetrën. Njerëzit që jënë perfekcionist, deri në një mas, është diçka e mirë, sepse ajo e motivon tjetrin me uqu, me punu, me u angazhu, me më rrini qëllim. është edhe motiv i cili buron prej mrena, nxit motivin, do më thonë. Kurse kur perfekcionizmi bëhet penges, sepse personi perfekcionist ndonjëherë din me tepru dhe mundet për shembull mi met një projekt pa u realizu për shkak se ai po mendon që nuk po e bën aq mirë sa e ka në mendjen e tij. Mrapa krejt kësaj fshihet ankthi, pasiguria, frika nga kritikat, ankthi social, do të thënë çka kanë me thonë tjerë kur të shohin që se kanë bë mirë, dhe nevoja për me qenë i mirë, nevoja për me qenë perfekt pa asnjë gabim. Do të thonë perfeksionizmi ndonjëherë duket si një vlerë, njerëzit thonë, "Oh, ky kur e kap në dorë ose kjo e shkrin, e bën kaq mirë, përkushtohet shumë, jep shumë prej vetës, harxhon shumë kohë", duket si një vlerë nga jashtë, po për individin i cili është perfeksionist, mbrana tij është ankthi vërtet, është stres, është goxha vështirësi. Do të thënë shpesh lidhet perfekcionisti me simptomat e çrregullimit obsesiv kompulsiv. Do të thënë personi është i fiksuar, është obsesiv për me bë mirë dhe nuk mundet me lanë keq atë punën që është do e bë, ose e lën krejt ose e bën mirë. Ndonjëherë është edhe simptom e depresionit për shkak të dëshpërimit që vjen. Për shembull, një perfeksionist ka dashur me bëu diçka mirë.
për shkak këtij ankthi gjatë rrugës që e ka përjetuar se s'po më me bo, s'po më me dal as mirë, e kalon krejt dhe çka ndodh kur ti e lën një projekt, nuk e ke përfundu, janë dëshpërimi, mërzitja, unë nuk jam i mjaftueshëm, ato mendimet negative për veten dhe këto pastaj fillojnë me u bë simptoma të depresionit. Po, a mundet me u lidh kjo Antigonë edhe me mënyrën e fëminisë që kemi kalu ose me mënyrën se si jemi rritur, me ato se çfarë na është thënë gjatë rritjes? Po, lidhet shumë në fakt me fëmijërinë edhe me mënyrën që prindë tanë na kanë eduku, nëse prindë tanë kanë qenë rigoroz, kanë qenë kërkues shumë të ndaj, nuk na kanë leju me bo gabime, na kanë kritiku shumë, kanë kërku për neve të bëhemi perfekt, se kanë pas durimin që ndoshta na si fëmijë kemi me gabu 10 herë derisa të mësojmë diçka. Dhe ata si të rritur, ndoshta se kanë pas durimin e mjaftueshëm me na i pranu këto gabime, kjo ta ul vetbesimin edhe të bën me pas frikë nga kritika edhe me u ndje i pamjaftueshëm edhe kur je i rritur, sepse ato përjetimet, pa marrë parasysh moshën cilën tash je, lëndimet emocionale cila shkaktohen cilën do mosh, i marrim me vetin nëse nuk i kemi shëru. Madje lexova një thënie dje kur po lexoja për temën, tendenca që prindrit me i bind fëmijët që ata duhet me i bë krenar prindrit, është shumë e dëmshme deri në pikën kur a kanë mendu prindrit se a janë fëmija krenar me ta. Do të thonë është një rreth që nështë nuk e analizojmë shumë na kur jemi prind. Po mund të dëmtoj atë lumëturin dhe ëndrat e tyne. Një anë tjetër medalje, si nështë për neve si prind me mendu. Po, na se menojmë. A janë edhe ata krenar me neve? A janë krenar me neve, me mënyrën se si i rrisim, me mënyrën se si flasim, me mënyrën se si e kalojmë kohën me ta. Se ju çdo herë parja dhe shëtitet që ju sigurojmë janë një prindrim e mirë. Vëden është diçka të cilën prindrimi është një det i madh dhe ka shumë për të dhënë. Po më la shumë përshtypje kjo thënia. Fëmijët ka nevojë për prezencë. Absolutisht. Kudo që je me fëmijët, nëse je prezant në jetën e tyne, nëse je aty për me ndëgju në për çka ata po kalojnë, pak ka rëndësi pastaj vendi, natyrisht o rekreacionet, shëtitjet janë të mirë se ardhuna, e ndrojnë energjinë e familjes, po nuk i bën ma pak lumtur familjet të cilat nuk kanë mundësi ndoshta për udhëtime. Ata mundën me qenë shumë të lumtur edhe në atë ambientin ku i kanë prindrit, janë duke pa një film aty në ambientin e shtëpisë, tu pi çaj, po janë të e bëni muhabet mirë ose janë të e bëni lojë mirë. Prezenca e prindve në jetën e fëmisë është më e rëndësishme se çfarë tjetër. Me që e përmende këtë pjesë, është e rëndësishme kur rrin me prind kohëve të fundit ndëgjon që sa më shumë që ja u plotson dëshira dhe kërkesat fëmijëve, aq më pak ju lën përshtypje realizimi i tyre. Se po ndodh kjo me rinin tonë Antigonë? Ja hupëm lezetin, në fakt po ndodh me neve si prind. Edhe me neve. Ma shumë se sa me fëmijët, për shkak se jemi bo pak ma të përkushtum në kuptimin po dojmë me i mbrojt prej gjithë shkafit, overprotected, se s'pe gjej fjallën. Që i mbrojmë ma shumë se sa që duhet fëmijët. Më thënë, fëmijët na duhet me i rritë dhe me i leju ata me njoh forcat e veta. Kur ata sfidohen, për shembull nëse marrim një fëmijë që ka fillu me ecë. Nëse prindi është gjithmonë aty tu ja majt dorë, në gjasa që ai më mësu me ecë, vet i pavarur njën ma të vogla se gjithmonë kanë atë nevojë mu mbështetet dikush. Po nëse prindi është aty, i thot bravo, e motivon, hajde sa mirë ja dole, edhe kur gjohet, thot bravo, s'ka dert, hajde ngritu prap, e motivon me ngrit prap, në ai fëmijë ka mundësi me i besu ma shumë vetës, me njoh ma shumë aftësitë e veta dhe mu qunë kam të veta me hecë dhe ka me qenë ma i fort. Tash, njëjtë po ndodh edhe gjatë rritjes, fazave tjera të rritjes. Çka bëjmë, na i çojmë fëmijët në shkollë, e kuptojnë ndonjëherë është largësia e shkollës, Prishtina për shembull është më e ngarkuar, po edhe në përfshatra ku e kanë shkollën shumë afër, po i shohin nanat që gjithmonë po përcjellin prind për fëmijët në shkollë. Më thonë, çka po tentojmë është një ankth i joni si prind që diçka e keq që ka më ndodh fëmijëve dhe na ju kemi lyp mrapa. Spilojmë me marr frym. Kur ata luajmë në park na jemi ul aty dhe jemi të i pa, të prit çka po ndodh, mos sportzohen ata. Kanë murdzu, kanë mu vra, kanë mu lëndu. Na kemi kujdes pastaj.
Do të thonë mos ti mbysim me kujdesen e tepërt, po le t'i lajmë fëmijët le të marrin frymë, le të ndjejnë edhe ata pavarësinë e vet, sepse kështu ata kanë botë rritën më të pavarur e kanë me besu më shumë te vetja. E njëjta po ndodh edhe me këtë plotësimin e kërkesave. Do të thonë çkado që ata kërkojnë, na jemi aty me ja plotësu. Dhe ata nuk e kanë më atë sensin që mundesh mos me pas diçka, mundesh me vujt derisa të arrish një qëllim në jetë. Diçka ndodh jeta pasi s'na kanë ata mo neve si prind, kur ata duhet jetojnë pavarur, ata kanë mi realizu vetë kërkesat për vetën e vetë. E sa të afti kemi bona, kur na gjithmonë javë kemi dhënë të gatshme. Ka me pas dëshprime, s'ka me pas durim, s'ka me pas vetë besim, ata s'ka me mendu që s'din mi a dal vetë, për shkak se po mungon tash heroi. Edhe është edhe ajo faza kur shkputet, qysh ndodh që ke shkputja pi prindit, a u shpëtën kur u martune, tash kanë me jetu të pavarën, ose ndron jetë fare prindi, sa ata kanë me qenë në gjendje me vazhdu me jetu vetë. Na duhet me punu fort që ata mu rritë, edhe nëse një ditë nuk më kanë mu fëmijët e mi, ata me ditë me u gjinë jetë. Shumë e vërtet. Madje kjo së bashku me definicionin për jetën sociale e kompleton komplet këtë temën tonë të perfeksionit dhe boshllëkut që përjetojmë njëkohësisht personat të cilët e thash edhe më herët janë përmbushur nga aspekti familjar, financiar, por janë të bosh nga aspekti emocional dhe kjo e përmbledh më së miri sepse ne mund t'ja shkaktojmë gjeneratave të reja këtë. Ka lezet, mi thonë, mas një muj ta blej. Po. Çka do që ka kërku diçka fëmijë. Prit se nuk është momenti që tash. Me kuptu edhe fëmija që ka një kohë, ka një kosto, ajo dëshira e ti dhe jo gjithçka servohet aty për aty e gatshme. Sepse kur të rritet ka me qenë mandej një i rritur i dëshprum, se nuk përkën me realitetin krejt ajo që ka i është ofruar kur ka qenë. Po, madje personat të cilët përjetojnë këtë palumëtërinë të cilën jemi duke folur, shpesh shkruan edhe në studime që janë persona që janë të lodhur emocionalisht, po thjesht nuk e dinë. A do doja shumë të ndalesh Antigon te kjo pjesë. Unë jam e sigurt që në ditën tënde, në klinikën tënde, çdo ditë ke persona të cilët shpesh vinë thonë nuk jam mirë, por nuk e di çka kam. Kjo na ndodh krejtëve, më ka ndodhur edhe mua, besoj edhe ti që je psikologu, sepse kalojmë her pas here në një lëvizje hormonale që është e pashpjegueshme. Pse na ndodh kjo lodhje emocionale që nuk e kuptojmë dhe na jep palumturi në momentet më të mira të jetës? Shiko, na kemi një dëshirë, Sara, me bo një profesion caktum. Për shembull, po. Edhe fillojmë, jemi entuziast në ato fillimet, e bojmë mirë, shijojmë, dhe na ka plën ajo rutinë, kalon një kohë gjatë, nuk ka një ndryshim. Ndërkohë që na, si njerëz rritemi, zhvillohemi, ndodhin disa ndryshime në jetën tonë, sidomos për shembull është mosha rreth 40-ave kur ndodh një pjekuri, edhe kur bisedojnë, sidomos me gratë në atë moshë, thonë, tash për di çka du, tash jam një person tjetër, tash ma nuk toleroj këto, nuk toleroj ato. Dhe ndërkohë, rutina jonë është e njëjtë, e na kemi ndryshu. Kjo gjëja s'po na bën më të lumtur, por na nuk kemi bënë ai ndryshim në jetën tonë. Dhe thjesht na ka kapluar ai stresi, ajo rutina e ditëve tona, dhe nuk na ka leju kohën që na me reflektu me veten tonë, me bë update. Se sikur në teknologji me përditësu emocionet, me përditësu dëshirat tona, ato çka unë du tash, deri dje kom dash diçka tjetër, sot me hup interesin, me me dash diçka tjetër. Ndërkohë që jam tu e bot diçka që s'është më interesu më, kjo më bën pa lumtur. Dhe po, ka raste kur vinë dhe thonë, nuk po ndjena mirë, e kam familjen, financat i kam në rregull, nuk kam diçka që po më shqetëson në kuptimin e asaj që ka supozohet me qenë i lumtur, po unë nuk jam të ndje mirë. Dhe kur shohem, ka diçka të vogël që për shembull personi veç thjesht nuk pi pëlqen, mo ka mri me pas qëllime tjera në jetë, po s'ka reflektuar dhe si ja ka hap qatë derë vetës vet. Me thonë pret se po më shembull e kom pas një biznes deri sot, se më kujtu një rast, e kom pas një biznes deri sot, edhe shumë mirë po shkon biznesi, në duket parë, po duket pa lidhe me mbyll qatë biznes. Po unë po du diçka ma shumë, sa ishtë një biznes i vogël, unë e një vetën, një më zhvillu, po du diçka ma shumë. Edhe kur e diskutoj me njerëzit, po du me mbyll biznesin, thojnë, a i qmenë që shme mbyll, po të hecë mirë. Po ka të bëj me qka po ndjej unë, qka po du unë tash. Dhe kjo e ka bu për shumë pa lumtur. Një diçka
që në sytë tjerëve ishtë dashtë personi me qenë i lumtur për atë që e ka, që e gëzon. A mund t'i ndajmë Antigon nëse mund t'i shkruajmë, ta themi, disa shenja që tregojnë një person që ka një lodhje emocionale dhe që ka nevojë për një trajtim psikologjik dhe se që nuk i ka faj askush prej familjarëve, do me thënë thjesht është një lodhje. Çfarë shenja ose simptoma mund të përjetoj? Irritohet letë, sorë. E vrim vetën që po reagon ma shumë se sa ai si person reagon kushte normale. Veç e vrim që reagon me nervozohet letë dhe reagon ma ashpër se zakonisht. Ka vështirësi me u koncentru. E vrim që ka fillu me pas problem me koncentrimin. Haron shpejt, haron letë. Për shembull, është të punu edhe e vrim që haroj ku i la ato gjanat është që duken diçka e vogël, që harrojmë të gjithë, po bëhet pak ma e shpesht edhe bëhet pak ma shqetësuese. E vrem personi që është bëhet pak ma shqetësuese se sa zakonisht. Fillon me pas nevojën me marrë frymë, mos mu ndje rahat, diçka mrena ti si një gjendje ankthit, ndjehet mrena, një lodhje. Mandej flen, për shembull, ose ka probleme me gjumin, po edhe kur flen nuk ndjen se trupi ka pushu. Që thënë ma i lodhën për qona se sa që po bi. Për shkak se truri ti nuk po arrin me arrit agjendjet e relaksit gjatë gjumit. Po thjesht po flen sa me përmbush një normë të gjumit, po nuk ka arrit me kalu në një gjendje qetësisë të plot, ku psiqikisht, emocionalisht është relaksu. Dhe zgjohet me të njëjtin stres. Tash kjo nëse vazhdon për një kohë gjatë, bëhet më shqetësuese deri në një pikë kur personi veç fillon edhe me pas edhe simptoma fizike, se jo rrallë fillojnë edhe problemet shëndetësore, marramendje, hipertension ose hipotension, rrajë shpesht atë zemrës që lidhen me simptomat e ankthit, nëse personi ka përballu një ngarkesë emocionale, për shembull për vite, një problem që nuk është zgjidhur me vite dhe emocionalisht është ndi pafuqishëm çka me bo, jo rrallë kemi edhe kur trupi flet, që na në psikologji thojmë edhe është ai libri Gabor Mate, që shpjegon shumë mirë këto që fillojnë me problemet me metabolizmin, me tiroidën, me lukthin. Madje Gabor Mate thot në librin e tij që edhe shumë tumore dhe kancere shfaqen për shkak të kësaj ngarkesës emocionale që personi ka bajt për një kohë shumë gjatë dhe s'ka ditë me gjetë zgjidhje për ato. Kjo nënkupton Antigon që kjo thënia një person i lumtur, aktiv, për jashtë, për brenda mund të jetë i thyrë dhe i lodhur? Mund të qëndroj kjo teori? Qëndron shumë shpesh. Njerëzit shohin vetëm suksesin, nuk shohin atë që ka përjetu personi derisa ka mri ato. Të këtë thonje e shpërndojnë shumë, ku t'hin Facebook, Instagram? Është e vërtet, sepse asnjë sukses nuk arrihet lehtë. Gjithkush që është i suksesshëm duhet patjetër me reflektu edhe me u kthy te vetja. Çdo ditë me pas një orë, gjysmore, për pak kohë me veten e vet, sepse gjithë ajo që ka jetë dhënë për me rri suksesin është të harxhu dhe thjesht duhesh me u kthy pak, me mush bateritë tua, për me rri se në fund ditës janë qëllimet, ato që na bojnë neve me u angazhu, po për te qëllimeve na nuk duhemi me i pagu me çdo çmim. Më thëmë, nëse shëndeti ytë, gjendja ju e mirë emocionale, është çmimi që ti ki me pagu për me arrit çka do, për me arrit me shpëtu një martesë, për me arrit me majt një vend punës, për me arrit një sukses në punë ose një sukses në jetë, nëse çmimi është gjendja jote emocionale, shëndeti ytë, lutem ndalo dhe mendo kujdesu për veten, ka për shembull kom taku prind që kanë vështirësi me bo një fëmijë dhe kanë harru shëndetin e tyre të provu me bo atë fëmijë, ndoshta me vite tentojnë me bo IVF, për cilët natyrisht ndjej një empati dhe një përkraje shumë madhe, por kur ata kanë harru veten e vet, kanë harru trupin e vet, një grua për shembull kalon për gjithë ato procedurat për me mri këtë qëllim dhe në fund unë them e vetja jote, çka nëse zbohet ai fëmijë? Ku po metesh ti, ku po metet jeta jote gjithë këto vite? Do të thënë, nëse çmimi është që shëndeti im me shku për një qëllim të caktuar, atëherë ndalo dhe reflektoj se nuk
nuk ja vlen. Për atë gjë në botë nuk ja vlen. Do të thënë e mora këtë shembullin me një fëmijë se kur ty të shkon shëndeti nuk ja vlen as për një fëmijë më. Se edhe ai fëmijë s'ka me pas më atë nonën që e meriton me pas. Kështu që fillimisht unë, pastaj gjithçka tjetër. Madje te kjo pjesë unë e di kemi pa edhe në portale, gazetat tona, media tona, raste që kanë dalë dhe kanë folë shumë çifte kur pas shumë viteve kur kanë hek dorë që s'po tentojmë ata kemi një fëmijë. Pikrisht ka qenë ai momenti kur fëmia ka ardhur shumë natyrshëm, nga lirimi emocional që ka, dhe kjo është shumë e fortë, sepse ndikimi psikologjik, siç e kemi trajtuar para shumë kohë bashkë edhe smundjet psikosomatike, smundjet të cilat përjetohen, dhe kjo ka shumë rëndësi sepse ajo çka kemi në kokë mund ta sulmoj komplet. Sa shumë mirë që e përmende, kur kam disa raste kur e kemi kthy personin te vetja, edhe e kemi shpërqendru vëmendjen prej krejt tentativave, prej krejt atyre procedurave mjekësore, por kemi thënë, ktheu te trupi jo, të nije vetën tonë, ndjeje trupin tënë, ka ndodhë shtatzania. Besëm kam disa raste dhe nuk janë, ndoshta me gishtat e një dore, po ma shumë. Edhe unë e thash dhe ka pas edhe shumë që kanë dalë publikisht e kanë thonë, dhe është shumë emocionale, sidomos për personat empatiksion, se unë prekem shumë nga rrëfime tilla, edhe kur e mendon, çka ka qenë fajtori? Aspekti psikologjik. Unë thëmë, duhesh me përjetu intimitetin me partnerin. Se ata fiksohen, se ndoshta po ndrojmë tim. Po besoj që u lidh shumë. Më thënë, ata fiksohen edhe kur me bo marrëdhënie për shkak të rekomandimeve që i jep mjeku, koha e ovulacionit, edhe me alarm me boj marrëdhënien intime. Dhe unë thëmë, të lutem, ktheu të ndjenjat e tua dhe të partnerit tënë, përjeto intimitetin, marrëdhënien me partnerin tënë, se përmes atij përjetimi ka me ndodhur ajo mrekullia. Përndryshe në stres nuk lind një të re, lind në dashuri, në qetësi dhe në ato momentet e bukura. Jepja fëmisë tënë të ardhshëm mundësinë që me ardhë njëtë përmes këtij momentit relaksit, qetësisë dhe dashurisë që e keni ju dy. Dhe jo presionit. Dhe jo stresit edhe hollëtit në cilin po jeton. Nëse nuk rritet, është ambient toksik, nuk vjen jetë e re në një ambient toksik. Absolutisht. Edhe këto është dëshmu qoftë nga pacientët që i përmendën, qoftë edhe rastet që i përmenda unë, dhe po besoj se cilë e njohim dikën, i cili ka pas një rast kur me që dolëm te fëmia, kur ka hekur dorë nga dëshira, jo për mundësitë e provimit. Shpresa, ka thënë s'ka më shpresë, nuk ka, se dëshira ekziston gjithmonë. Kur kemi tregu në portal se do ta diskutojmë këtë temë, çuditërisht kemi pas shumë pyetje. Normalisht shumica kanë qenë të ngjashme, po edhe unë përjetoj këtë, po domethënë e kanë gjetë veten, do të mundohem të selektoj disa për shkak të kohës, e megjithse e përmende pak a shumë, pse disa njerëz ndihen të lodhur edhe pasi kanë pushuar ose kanë fjetur mjaftueshëm. Për shkak të një ngarkesë emocionale të cilën po kalon për një kohë caktuar me jetën tonë, do të thënë një problem që nuk po zgjidhet, një barrë e rëndë që po bën për një kohë gjatë, ajo nuk të lën me mri gjendjen e relaksit. Që bjen stresi është problemi. Stresi është problemi, nuk ka faj kërkosh. A lidhet lodhja emocionale me irritimin e shpeshtë apo me mungesën e durimit? Të dyja janë simptomat e lodhjes emocionale, edhe irritimi edhe mungesa e durimit. Do të thënë bosh i padurueshëm edhe irritohesh lehtë kur je i ngarkuar emocionalisht, kur je burn out, kur je harxhuar emocionalisht, ti më nuk mon kur gjë, nuk duron më kur gjë, irritohesh shumë lehtë. Kështu që këto të dyja lidhen ngushtë. Kjo pyetja këtu që po lexoj ta bën edhe unë kur thash që shpesh e përjetoj, edhe çuditërisht Antigone se kisha vendosur në statistik, ka qenë në përqindje të lartë ky kontekst i kësaj pyetje, ndoshta ai formuluar ndryshe. Pse njerëzit që janë gjithmonë të fortë për të tjerë shpesh lodhen më shumë për vete emocionalisht? Sepse ata harrojnë mu kujdes për veten. Nuk e shohin veten si një person që ka nevojë për veten e vet, po tentojnë nevojën që vetja ka mu kujdes për veten me e projektu të tjerë. Do të thonë, njerëzit që ndihmojnë shumë, janë njerëz që kanë nevojë dikush me ndihmu ata. Dhe këto e projektojnë përmes sjelljes tyre. Ata fillojnë të kujdesen, ndihmojnë tjetrin. Në fakt, aty më shefet nevoja që dikush me ndihmu ata. Heroi jemi na i vetës tonë, kështu që krejt që ka bojnë për tjerët, nuk i shkon keq ka njëherë me thëmë muna me bo edhe për vetën. Po, saktësisht, edhe me qitë vetën në prioritet. Gjatë që shumë pak unë një persona shumë, unë e përfshi dhe vetën shpesh, e shoh të dytën, të tretën, sidomos prej kur jë më bonan. Unë tha me krenari, nuk e dja o mira keq, shkenca si e thët apo jo, për mu prioritet janë ata, pastaj
Nëse ka me të venë edhe për mu, është Për me të ngushëllu paksor, ma si heq në listë. Si psikologi. Ma si ko ke treta, mirë, se ke mujtë nësë me konesh në listë. Oke, jo, në listë jam. Dikon jam, po ka fundi. Dhe me thonë, ka mësi që edhe si janë listë. Unë e nonave shpesh i thëmë te para fëmis, edhe e thëmë kështë vrasht, edhe ka njëherë marra të reagimin që shumë para fëmis, a jetë normal. Për thëmë, a i fëmija, tja, po do me bo që fëmija me pas një nonë të mirë, po. Për që shka mu ka një nonë e mirë, kështë është për vetën. Kështë që hajde ti, bënu pak për vetën. A jeti para fëmis, Antigon? Po, këto e kom bo, e kom punu me vetën sarë, edhe sot e kom qitë vetë, sot e një ko, e kom qitë vetën edhe para fëmiju temë. Pikrisht për shkak se fëmija më ka nevoj me pas një nonë të mirë, një nonë të fort, një nonë të lumëtër. Nëse unë si jam e lumëtër, se kom qitë fëmijët e mi para nevojave të mija, as fëmija e më s'kam me qeni lumëtër. E diskutoj se tash djallin e madhë është mosh kur mundem me diskutu edhe kishe me shku një udhëtim ku dash ke milion të 2 fëmijët vetë. Edhe unë i kisha ato dilemat, a me shku, a mos me shku, qysh me shku. Edhe diskutu me fëmijën tem. Tha, mam, ty t'ka arë që ke mundësi, shka, unë kam mundësi se jam ma i ri, se ti kam mundësi ma shumë me pas gjasa me udhëtu. Unë po du me të pa ty të lumëtër, kështu që shka, mos u shqetëso për neve. Edhe thash, sa mirë që edhe e diskutume dhe kemi atë hapësirën, se e mora edhe një kanë vështrim tjetër. Po e vërtet është ajo që ka thaj. Edhe unë isha e lumëtër me udhëtimin, kur gjithë si ndodhe atyne, e gjetëm mënyrën që ata me qenë mirë edhe sigurt, edhe u këthym krejt kam lumëtër si përfundë. Kështu që... Kjo është e vërtet, Antigon, sepse kur e këqyrë kështu nga aspekti i realitetit, edhe prindrit ka një jetë, dhe ata jetojnë për shilë para tjetë. Nuk është që jetë aty në është e dyta dhe po jetojnë bashkë me fëmijët. Në thënë edhe ata... Edhe na e mi kam fëmijësar, edhe qka kemi pas qef kërë mi kam fëmijë. Unë kom pas shumë qef me pa nanën tem të lumëtër. Sa herë ajo ka buzqesh, unë ju më shkritu e pa që ajo po buzqesh. Besa me maj men vetën, gjithmonë që shtu të e këqyrë nanën tem, ashtu buzqesh. Në thënë, krejt që më ka interesu si fëmijë është me pa nanën të lumëtër. Andaj a vlen që nana me pas vetën prioritet, me qenë e lumëtur, po naturisht kjo nuk nënkupton që ti ki milion fëmijët keq, po ki me qenë hala ma e mirë pasaj për fëmijët, nëse ti e mirë. Në që ta ndajmë 3 pika kryesore, në cilat aspekte mund të qesun vetën para fëmijëve të mirë, për shembull? Nëse unë du me shku dikun edhe ata një kosisht dikun tjetër, unë me zgjedh vetën. A e ke fjarën kështu? E gjem një kompromis. Okej. E sho, do më thënë... Që ta kuptojnë qartë. Tash jemi të folë, jemi të dash me shku në një udhëtim dhe ti po dash me shku dikon fëmijët dikon tjetër. Jo në gjona të vogla që najherë ti si prind bën kompromise. Por, qka po them unë është që ndojherë prind e teprojnë, e harrojnë vetën komplet. Nuk flej mjaftueshëm për shkak të fëmijëve, jo në stres, që thash nuk di milionat atë li shko për cilët e shkolla, bën gjithë komplet për kushtimi shkon të fëmijët, çka ndodh, ti veç e ke lënë karrierën tonë, e ke lënë vetën tonë anash, nuk e ke bën një fenirim, nuk e ke bën një tush, gjona bazike ndoshta, do të thonë se një kompromis se apo shkojmë këtë vend apo në atë vend, ajo nuk është diçka shumë e rëndë për nanën që i zakishit shumë e madhe. Që e bën zakonshëm që e thamë edhe në pjesën fillim. Po nëse po me harru vetën. Po, absolutisht, unë do doja kështu të ndoja si eksperiencë personale, unë po besoj lidhet me këto që thatë. Për shembull, pavarësisht që kam 2 djem, i dërgoj i marr për shkollë, i dërgoj dhe i pres futboll e i marr, unë kam kohë me shku në fitness për vete, me shku me bë grim, me bë thojt, me shku me bë check-up për shëndetin tim, me dal me shoqet e mia, me dal me personat që më bajnë të lumtur. Kjo është ajo që nuk ta kuptojmë qartë, sepse unë e di, qëllim shumë e bëna pyetjen e udhëtimit, sepse absolutisht e pata të qartë, po e di që do të gjykohemi nga jashtë, sepse dëshirat e fëmijëve janë më të lloja se tona dhe kemi me pas komente të tilla e që ta qartësojmë. Nuk është fjala me ushtyme fëmijën cili po fitojmë në një vendim, fjala është me pas kohë për veten, edhe që ajo reflektohet edhe te koha që e kalon me fëmijët 1 orë, po 1 orë cilësore për shembull. Kam po lexoj vetëm edhe një pyetje se jemi në minutat e fundit. A mund të ndikoj kjo gjendja e lodhjes emocionale në marrëdhëniet familjare, bashkëshortore dhe në punë? Po, kur ti je harxhu emocionalisht, ke mri atë pikën ku je burnout, me krejt këtë irritimin edhe këto simptomat që i përmendëm, natyrisht që kjo ka me reflektu edhe në familje,
kam reflektuar në vendin e punës, mundesh me u dok toksik për njerëzit për rreth, se kjo po reagon kështu, gjithë nervoz, s'po durohet, diçka ka, s'është në rregull. Kemi tendencë mos me qenë shoqëri mirëkuptuese, po kemi tendencë me qenë shumë gjykues. Sa herë dikush reagon keq, ose është në intencion, nuk na vjen me shku me pyet, me thonë çka ki jam me ndihmu, po ke nevojë me fol, a ke nevojë për diçka, po thjesht thojmë s'është mirë, diçka s'është normal, kohëve të fundit ka ndryshuar. E ka rrit menën. Ose e ka rrit menën, çdi çapi duket vetja ata që po vërtet kështu. Kjo ndikon edhe në shtëpi, edhe në familje, pak a shumë, tjerë gjithmonë arrin me u kujdes dhe me na kuptu, e sidomos nëse je person që nuk je mësuar me të ndihmu. Se pastaj duket shëndetshëm se thonë pse kjo kur s'ka pas nevojë për ndihmë, që ai ka ndodhur, kjo s'ka thonë kur jo po viktimizohet. E krijohen mandej edhe konflikte brenda familjes, për shkak se nuk po ka empati edhe ndoshta është edhe personi që nuk po den me shpreh veten. Në vend që me bërtit, është më mirë me ula, me thonë një mlodh. Në vend që me u irritu me një situatë, është më mirë me thonë s'pe bëj hiç, s'po muj, nuk po muj. Edhe kur çdo bëhet nëse nuk kryhet një punë në shtëpi. Qohet dikush tjetër e kryen. Ose e kryen ti nesër, ose një ditë tjetër. Po nuk ik ajo puna. Në rastin konkret kur s'ka kush. Në rastin më të keq. Jo shumë mirë shpjegove, do doja në fund shkurtër një këshill për krejt ata të cilët dallojnë këto shenja, të cilët gjatë bisedës i përmende. Po flas për shenjat e lodhjes emocionale, të cilët na bëjnë të mendojmë që nuk jemi të lumtur pavarësisht që jemi të përmbushur. Çfarë duhet me bë? Ndihma e parë, kërkesa e parë. Mas pari me qenë i vetëdijshëm edhe me kuptu që je i lodhur emocionalisht, me kuptu çka po ndodh me ty, është tepër e rëndësishme. Sa herë sekret kjo bëhet diçush si një formë ti se kupton çka të ndodh. Edhe kur ti nalesh e reflekton, ja kujton vetes çka të ndodh. Gjëja e parë që kime pas, masi të kupton është okej, për çdo koka. Pastaj, do të thonë, e gjen burimin e problemit. Pastaj mendon, çka mundoj me bo, çka mundoj me rregullu, çka mundoj me hek diçka rreth kësaj situatës që po më rëndon, çka mundoj me marrë ndihmë për njerëzve tjerë, kush janë njerëzit që kanë mundësi me ndihmu sadopak, qoftë edhe një shoqe që ka me mgu për problemin me pi një kafe, ose dikush që mundet me ma dhani ndihmë profesionale. Diçka tjetër është mja kujtu vetës që mundesh me thonë ju, dhe nuk bëhet kur gjë nëse thu jo. Me vendos ato kufit për shkak të cilëve ti ke arrit deri në këtë pikë ku ti e harxhueshëm. Dhe më e rëndësishmja është mja kujtu vetës që vetja jote të ka veç ty, edhe ti je ai personi, heroi i vetës tonë që ki me ndihmu veten. Në çfarë do rrethone që je, ti je ai që ki me gjetë mënyrën qysh me ndihmu veten. Tash po me ndihmu veten kam nevojë me bëj një masazh në shtëpi, unë s'u ja bëj vetes, po unë më me çu veten te fizioterapeuti. Shumë e vërtet, me u marr me veten. Me marr si shembull, po unë jam ajo që i di duna me i ditë nevojat e trupit tem dhe me bo ato çka unë kam nevojë, me plotësu ato nevojë. Po, Antigon, faleminderit shumë për këto këshilla. Unë shumë sinqerisht e tham që në shumë pika e gjeta vetën, po besoj njëjtë edhe ti në fjalët tua dhe njëjtë si çdo shikues që na ka dëgjuar. Jo gjana të jetës përditshme që e përjetoj edhe unë edhe krejt po besoj, po që na herë veç pa vetëdijshëm na përfshin se stresi këtë element e ka që të përfshin edhe të si e vetëdijshëm që je pjesë e tij. Kështu që ke kënaqësi, faleminderit për ftesën. Kënaqësia është gjithmonë e jona që të kemi dhe kaq butësisht e kaq qartë marrim këshillat të cilat na shërbejnë shumë mirë. Faleminderit shumë Antigon. Para se të ndajemi, do doja të thoja shumë mirë tha dhe psikologja nuk është as pak turp me thonë jo nga njëherë në situata kur ndihesh me thonë jo. Nuk është keq të refuzosh me kryer një punë kur nuk e ndjen vullnetin dhe dëshirën për ta kryer. Nuk është keq të thuash kam nevojë për gjumë ose kam nevojë për pushim dhe nuk kam nevojë me nejt, me juve, pavarësisht që janë njerëz të tu të dashur. Dhe ajo çka është më rëndësishme është që ta kërkosh te vetja çka po të mungon në këtë përmbushjen tënde. Kush më mirë do të mundonte këtë lamshë në kokën tonë ta gjente fije dhe ta bënte një lamshë të mirë. Psikologu është profesionisti, ai i cili fatmirësisht kemi kuadër të mirë, kuadër profesional, kemi psikolog të cilët me të vërtetë janë duke bërë një punë madhështore në Kosovë
dhe jam shumë e lumtur që njerëz kanë ndru qëndrim dhe mendim karshi psikologëve dhe e din vlerën dhe rëndësinë e tyre dhe siç e tha dhe psikologja, gjendja psikologjike mund të dëmtojë edhe shëndetin fizik. Mos e lejoni mendimet e juaja nga mëngjesi deri në mbrëmje dhe mos lumturia juaj nga rutinat të cilat nuk janë përshtatshme me dëshirat e juaja të shkatrojnë shëndetin tuaj, duke filluar prej zemrës e shumë organe tjera të trupit që shpesh kanë përfunduar edhe me fatalitet. Shëndeti juaj mendor i jep trupit tuaj një shëndet fizik, kështu që patjetër kontaktoni një psikolog sa herë që ndiheni të lodhur emocionalisht. Gjitha këto që i tha psikologja e gjeni në rrjetet sociale bisedën e plot, nëse nuk e keni nxënë të plot gjatë kohës sa ishim bashkë. Ndërkohë me një shkputje të shkurtër do të kthehemi me mysafirët e dytë që i paralajmërova më herët.